Nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike kanë njoftuar se sasia më e madhe e rreshjeve gjatë 24 orëve të fundit ka rënë në Lazaropole dhe në Kodër të Diellit me nga 68 respektivisht 67 litra për metër katror. Kurse ndër vendet me më shumë rreshje kanë qenë edhe Pozharan, Tetova, Pretori, Hanet e Mavrovës, Krusheva, Kumanova, Manastiri dhe Shkupi. Për shkak të rreshjeve të mëdha është vërejtur rritje e konsiderueshme e niveleve të ujit në disa lumenj të vendit. Rritja më e theksuar është matur në lumin Vardar, në rrjedhën e sipërme, si dhe në lumenjt Pena, Lepenec dhe Pqinj. Niveli i ujit të Vardarit në Shkup gjithashtu është në rritje. Ekziston mundësia që trendi i rritjes të vazhdojë dhe për këtë arsye kërkohet ndjekje e kujdesshme e situatës. Nga Drejtoria theksojnë se përveç Vardarit dhe Pqinjes, nivele të larta janë regjistruar edhe në lumin Radika, ndërka që rritje është vërejtur edhe në lumin Tresk. Gjithashtu sipas tyre, rritje ka pothuajse në të gjitha rrjedhat ujore, ku më shqetësuese është situata në pjesën perëndimore të vendit, ku është e mundur intensifikimi më tejshëm i rreshjeve të shiut. Autoritetet u bëjnë apel qytetarëve të jenë të kujdesshëm gjatë lëvizjes pranë lumenjve dhe ujrave sipërfaqësore, pasi ekziston rrezik i veçantë pranë rrjedhës së sipërme të Vardarit dhe degëve të tij, pranë Lepenecit, si dhe pranë Radikës me degët e saj. Po ashtu rrezik shumë i lartë ekziston në shtratin e Pqinjes, pasi pritet nivel jashtëzakonisht i lartë i ujit.